Në majën e malit të Miles është projektuar ngritja e një resorti që do të quhet Enea Resort. Teksa punimet ende nuk kanë nisur, reklamat për ndërtimet e reja janë shpërndarë në rrjetet sociale nga vetë ndërtuesi. Një prej këtyre postimeve ka përfunduar në duart e studiuesit dhe ekspertit të trashëgimisë kulturore Auron Tare. Kështu Tare ka ngritur shqetësimin se nga ana e kompanisë po ndërhyet dhe po ndërtohet në një zonë të shpallur pasuri botërore nga UNESCO. Duke nxjerrë edhe pamjet e projektit, Tare ngre pikpyetje nëse ndërtimi ka marrë miratimin nga autoritetet e shtetit apo është thjesht një përpjekje për të marrë leje dhe kompania ka krijuar konceptin. Ndërkohë Enea Resort, një godinë që do të ndërtohet nga kompania BFG Housing SHPK në emër të Lulzim Bexhetit, ka hapur një faqe zyrtare në Facebook që më datë 25 janar të këtij viti dhe ka nisur që të shes konceptin e saj për ndërtimin në majën e malit. Në mediat e Shqipërisë, por edhe në ato të Kosovës, Lulzim Bexheti përshkruhet si një arkitekt dhe sipërmarrës i vendosur prej 27 vitesh në Finland. Me familjen e tij, ka themeluar fondacionin Vjosa për t'i ardhur në ndihmë fëmijëve që janë pjesë e spektrit të autizmit.